Aftësitë komunikuese të mjekut janë një mjet i rëndësishëm dhe efektiv për të krijuar një marrëdhënie të shëndoshme me pacientin. Mjekja familjare Liridon Krasniqi thotë se është shumë e rëndësishme që të rritet toleranca e komunikimit mjek-pacient pasi në të njëjtën kohë përfitojnë të dytë dhe diagnostikimi bëhet më i lehtë. Komunikimit mjek-pacient dhe anasjelltash, unë sinqerisht mundohem të ofroj shumë respekt për gjithë ata që vinë në vizitë tek ne në qendrën tonë, për të njëjtin respekt e pres edhe nga ana tjetër. Unë jam shumë e lumtur që tash mjek komunikojnë më shumë me pacient, po edhe në anën tjetër dhe pacient kanë filluar me një edukim shëndetësor, ndoshta më të arsyeshëm, por besoj që pika ky që është njerëzillaku. Ajo që ndoshta nuk duhet me humb mes nesh në çfarë do pozite qofshim. Duke u nisur nga përvoja saj profesionale dhe takimet të përditshme me pacientët, doktoresha Krasniqi thotë se mundohem t'i kuptoj edhe rastet kur pacientët janë të frustruar. Unë i kuptoj shumë mirë njerëzit me dhimbje, i kuptoj pacientët e frustruar, sepse dikush është më emocional, dikush është më i përmbajtur, po prap besoj që të qëndruarit brenda kornizave profesionale dhe etike është çelësi kryesor ose fundamental për një punë të mirëfillt. Një raport sa profesional, aq edhe njerëzor është shumë i rëndësishëm. Kjo pasi respekti që gëzojnë mjekët në shoqëri, pastaj duhet të përkthehet në profesionalizëm, shtoi doktoresha Krasniqi. Mundona që të kem respekt të ndërsjell dhe gjitha vlerësim që e marr nga masa ta kthej në të njëjtën mënyrë. Ka hapësirë për përmirësime edhe unë besoj që ditë më të mira për sistemin shëndetësor do të vinë. Biseda mes pacientit dhe mjekut është ndër veprim thelbësor pas të gjitha dispozitave të kujdesit shëndetësor, pasi ai jep vlerë informacionit përtej pikave të zakonshme të dhënave klinike, duke ndihmuar në krijimin e marrëdhënieve të mira ndërpersonale.